Situata është tragjike dhe masat e mara janë simpatike për mos thënë qesharake. Jonathan Panon kam këtu, i kanë ndjekur me vëmendje në funksionin e tij të antarit të Këshillit Bashkiak. Mirëmëngjes Panon, mirë se erdha. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Tani, kur flasim për ajrin e ndotur, besoj kemi një lloj konsensusi, bijem gjithë dakord, është plur, është smog etj etj. Por kur sheh të dhënat e studimeve, di që ti ke dhe disponon të dhëna gjithashtu të tjera shtesë. Cila është ndjesia e parë që merr flas personalisht? Është një vend ku nuk do doja të rrisja fëmijët e mi këtu. Realisht. Sepse, shiko, pjesa e ndotjes së ajrit, ne jemi të gjithë koshient që vendet në zhvillim do të kenë ndotje ajri. Është gjë normale. Ke ndërtime, ke makina, ke një zhvillim konstant dhe aty ku ka zhvillim do të ketë edhe ndotje. Por kur ne shikojmë të dhënat, dhe tani janë të dhënat pranuara vetë nga Bashkia e Tiranës me raportin e fundit që ka dalë, ne jemi duke helmuar veten tonë, prindrit tanë dhe fëmijët tanë. Në një qytet që pra këtu nuk shpëton njeri. Pra këtu nuk shpëton asnjëri. Dhe këtu shpëton Erion Veliaj që ka ndruar rezidencën është Durrës. Dhe idhur ke. Ndërsa ne të tjerët jemi në nivele alarmante. Ndërkohë që po vija tek studio juaj këtu, ha pak xhamin e makinës, vjen era gjithas stiri, çdo mëngjes vjen era qelpsir. Dhe nga vjen kjo, besoj që të gjithë ne tani e dim se çfarë po ndodh me landfillin e Sharrës dhe me një incinerator i cili nuk ekziston. Por sërish fondet vazhdojnë dhe po jepen dhe ne po i paguajmë si qytetar Tiranës fondet për inceneratorin, ndërkohë që incinerator nuk ka. Është bërë një studim është nënkontraktuar një kompani që ka marrë një shumë të vogël prej 150.000 eurosh për të bërë një raport modest. Dhe ka bërë një raport të 2025 për cilësinë e ajrit në Tiranë. Pa dashur të sulmoj raportin në vetvete sepse ka shumë gabime metodologjike. Pra, mungojnë emrat e autorëve, mungon metodologjia si është bërë matja, mungojnë shumë të dhëna të tjera. Kanë nxjerrë disa të dhëna shumë interesante që unë i kam nxjerrë të plota këtu. Dhe kanë bërë matje në 12 pika nëpër Tiranë, por për fat ose çuditërisht pas kanë harruar që të masin zonën e kombinatit, Vaqarrit, Sharrës, Astirit, këto rrotull landfillit. Dhe të dhënat dalin që PM10 ne kemi 7 herë mbi nivelin maksimal të OBSH-s, që janë këto grincat më të mëdha, jo mesatar, mbi nivelin maksimal të lejuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Dhe ka një disproporcion mes OBSH-s dhe Bashkimit Evropian për sa i përket masave dhe nivelit matjes, por për aq kohë ne si shtet antar i OBSH-s duhet marrim ato nivele sepse ende nuk kemi në Bashkimin Evropian. 7 herë më të larta. Kemi PM2.5 që sapo u përmend tani, që janë ato grincat e vogla të imta që futen dhe deportojnë edhe në gjak, që kemi deri në 14 herë më të larta, dhe gjithashtu kemi një nivel alarmant të plumbit. Plumbi që na vjen gjithashtu nga makinat. Masa maksimale e lejuar nga OBSH është 0.5 mikrogram për metër kub, ne jemi në nivelet e 3.51 mikrogram për metër kub. 7 herë më shumë. Dhe plumbi është i lidhur në mënyrë të drejtë për drejtë me infertilitet, lidhur me zhvillimin e fëmijëve, pra ndikon, kanë gjetur lidhje me autizmin dhe me problemet neurologjike tek personat. Pra, ne po shkallojmë çik përveç se është shumë serioze, përveç se po helmojmë njerëzit që janë këtu, ne po ndikojmë dhe mbrezin e ardhshëm, pse po vrasim fertilitetin e të rinjve. Po ndikojmë në mënyrë të drejtë për drejtë në ndërprerjen e shtatzanive dhe për çfarë? Për shkak të ajrit, dhe këtu nuk shpëton as demokrat, as socialist. Pra këtu bëhet ndarje komplet mes ndarjeve partijake apo ndarjet e tjera, sepse të gjithë ne po jetojmë në të njëjtin qytet. Dhe cila është zgjidhja? Se socialistët e famshëm nuk jetojnë në qytet. Jetojnë. Jo, është diçka interesante sepse dhe zona e Tegut ka dalë me ndotje mbi nivelin maksimal të OBSH-s. Edhe ajo zona. Pra, dhe zona atje ka dalë mbi nivelin maksimal. Edhe këto vilat nga 1 milion euro dhe vilat kanë dalë me ndotje mbi nivelin maksimal. Kështu që as ata nuk po shpëtojnë. Po shpëton ndonjë person që po rrin Vishnjë ose po rrin Petrel. Petrela kishte dalë zona më e pastër e Tiranës. Dhe me këtë i bëm promo tani, rritëm vlerën e metrit katror në Petrel një 3 herë. Se nuk kemi që i rrisim se i kanë marrë dhe atje të gjitha pronat. Çështja është, cilat janë masat ose institucionet që ne kemi aktualisht të buxhetuara për të punuar për cilësinë e ajrit?